Ky që përsheni është deputet Bekim Sali, ka qenë minister në qeverinë e LSDM-s të Kovacevskit Zaevit, tani është deputet i Mickovskit. Është fakt se pjesa dërmuese e shqiptarëve si unë, se ki nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar. Bekim Sali, unë nuk jam sekt. Unë jam shqiptar, Bekim. Ti e di që nuk je shqiptar. Ti e di që nuk e do shqiptarin. Ti nuk e di një heroj shqiptarve. Bekim Sali, shkondroja emrin për Bekim Bane Blagoja. Kurse Romi, i Crvenkovskit, që shëtitët ata zbashtia islamit nuk e do. Unë nuk mirëna me islam, unë jam shqiptar. Me islam mirët Molla Shaqiri, Alameti ka drejt me mbrojt drejtat e muslimanëve, se ko musliman në partinë e ti. Unë s'kam parti, unë e kam lëvizje, lëvizja bota shqiptare. Dhe lëvizja bota shqiptare, mu më njeh si imam, tani më njeh edhe lideri, i shqiptarve, qyshe njeh edhe reisin dan. Bekim, Blagoja, unë jam pasardhës i Justinioni, ti e Blagoja, ti e ardhacak nga Anadolli ka orë të në Shkup, edhe i thu Tim Shkupi të sekt, Tim Shkupi nuk është sekt, Tim Shkupi e ka shqiptarim fe, dhe e njeh Kuranin, dhe nuk mundet kush mi mashtru ma shqiptar, edhe ti mirësh me Aliametin, ti nuk e di Shqipën me fol, Shqipën nuk e di me fol.